Vëmendja botërore është përqendruar në Gaza që nga 7 tetori 2023, ku ofensiva 2 vjeçare e Izraelit ka vrarë mbi 68.000 palestinez. Sulmet ndaj palestinezëve nga kolonët izraelite, të cilët banojnë në bregun perëndimor, në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, janë shtuar ndjeshëm gjatë 2 viteve të fundit. Sipas zyrës OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, OCHA, forcat izraelite kanë ndërmarrë gati 7.500 bastisje në qytetet dhe fshatrat palestineze në bregun perëndimor vetëm gjatë vitit 2025. Bregu perëndimor është një zonë pa dalje në det, prej 5.665 km2 në brigjet perëndimore të lumit Jordan, ngjitur me Izraelin lindor. Është 15 herë më i madh se Gaza, me një popullsi prej rreth 3 milion palestinezësh, përfshirë mbi 900.000 refugjat. Po ashtu, rreth 700.000 kolonë izraelit jetojnë në vendbanime të palishme. Në 19 kampet e refugjatëve të bregut perëndimor, banojnë pothuajse 1 milion njerëz, shumica pasardhës të atyre që u dëbuan gjatë nakbës palestineze të vitit 1948 dhe luftrave pasuese. Si ishte gjendja në bregun perëndimor para 7 tetorit? Pas luftës arabo-izraelite të vitit 1967, Izraeli mori në kontroll territoret palestineze, përfshirë bregun perëndimor, rripin e Gazës dhe Jerusalemin lindor, si dhe Sinajin egjiptian dhe lartësitë e Golanit të Sirisë. Që nga marrëveshja e Oslos më 1993, territori i bregut perëndimor është ndarë në 3 zona: A, B dhe C. Zona A, në administrim dhe kontroll të plot të autoritetit palestinez, përfshin qytetet Ramallah, Nablus dhe Xhenin. Së bashku me zonën B, këtu jetojnë 3.1 milion palestinez. Zona B, në administrim të pjesëshëm të autoritetit palestinez, por me kontroll të sigurisë nga Izraeli mbi fshatrat dhe zonat rurale palestineze. Zona C, në kontroll të plot Izraelit, përfshin kufit, sigurinë e jashtme, Jerusalemin dhe vendbanimet hebraike. Bregu perëndimor është i mbushur me qindra enklava administrative, duke krijuar një postbllokësh ushtarake izraelite që pengojnë lëvizjen dhe ndajnë palestinezët nga njëri tjetri. Kushtet e jetesës në kampet e refugjatëve janë të rënda për shkak të mbipopullimit dhe kufizimeve izraelite mbi tokën dhe ndihmën humanitare. Në kampin e Balatës, më i madhi në popullsi, mbi 33.000 njerëz jetojnë në vetëm 0.25 km2, dëndësi i gati 50 herë më e lartë se Londra. Bregu perëndimor administrohet nga autoriteti palestinez, i krijuar nga marrëveshjet Oslos. Partia më e madhe është Fatah, e udhëhequr nga Mahmud Abbas, presidenti i Palestinës që nga viti 2005, i cili nuk ka shpallur zgjedhje që pra asaj kohe, duke përmendur mosmarrëveshjet me Izraelin mbi votimin në Jerusalemin lindor. Megjithse ekziston ndarja zonale, në praktik, Izraeli kontrollon gjithë bregun perëndimor. Me ushtrinë e tij që vepron pa pengesa, bastisjet e përditshme janë bërë pjesë e përditshmërisë palestineze. Qeveria izraelite ka autorizuar rreth 700.000 izraelitë të jetojnë në 150 vendbanime, përveç 200 postbllokëve ushtarake të paautorizuara. Në vitin 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi se të gjitha këto vendbanime janë të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare. Sulmet e kolonëve janë të zakonshme dhe rrallë ndëshkohen nga forcat izraelite të sigurisë. Gjatë 12 muajve para sulmit të Hamasit, 259 palestinezë u vranë nga ushtria izraelite dhe kolonët, 5 herë më shumë se në Gaza gjatë të njëjtës periudhë. 4 izraelitë u vranë gjithashtu. Në një incident në shkurt 2023, kolonët plagosën 400 palestinezë dhe shkatruan 35 shtëpi. Që nga 7 tetori 2023, Izraeli ka rritur ndjeshëm praninë ushtarake në territor. Bastisjet ushtarake ndaj komuniteteve palestineze janë shtuar, shpesh me bashkëpunimin e autoritetit palestinez. Shumica janë drejtuar kundër kampeve të refugjatëve, që Izraeli i përshkruan si vatra militante. Ushtria izraelite pretendon se godet vetëm militantët, por organizatat e drejtave të njerëzit raportojnë vrasje arbitrare dhe arrestime të civilëve të paarmatosur, përfshirë torturën ndaj punonjësve shëndetësor palestinez. Në maj të 2024-s, Human Rights Watch deklaroi: sipas OKB-s, forcat izraelite vranë më shumë se 2 fishin e palestinezëve në bregun perëndimor në vitin 2023 sesa në çdo vit tjetër që nga 2005-ta, dhe shkalla e vrasjeve ishte edhe më e lartë gjatë tremujorit të parë të vitit 2024.
Pas një ofensive të madhe izraelite në gusht 2024, autoriteti palestinez rifilloi fushatën e saj kundër luftëtarëve të rezistencës në kampin e Xheninit në dhjetor 2024. Forcat e autoritetit palestinez zhvilluan luftime rrugësh, bastisën spitale dhe qelluan ndaj civilive. Autoriteti palestinez tha se fushata kishte për qëllim ndjekjen e elementeve të paligjshme dhe rivendosjen e rendit. Në janar 2025, forcat e autoritetit palestinez u tërhoqën nga Xhenini. Më pas, ushtria izraelite nisi operacionin Muri i Hekurt për të marrë në kontroll kampet e Xheninit, Tulkarmit, Nur Shamsit dhe Faras. Më 19 janar, u arrit një pushim në Gaza që zgjati zyrtarisht 42 ditë përpara se Izraeli të rifillonte bombardimet. Ndërkohë në bregun perëndimor, Izraeli nisi një fushat bombardimesh ndaj kampeve e ndjekur nga një sulm toksor. Kjo ishte ofensiva më e madhe ushtarake në bregun perëndimor, që nga intifada e dytë në vitet 2000-2005 dhe ka detyruar mbi 40.000 palestinez të braktisin shtëpitë e tyre sipas OKB-s. Pas 9 muajsh, mbi 32.000 palestinez mbetën zhvendosur. Zhvendosja më e madhe që nga lufta arabo-izraelite e vitit 1967. Në vitin 2025, ushtria izraelite ka vazhduar dëbimet e palestinezëve nga shtëpitë e tyre. Në qershor, banesat palestineze në Hebron, Xhenin, Ramallah dhe Kalkilia u shndruan në kazerm për trupat izraelite gjatë sulmeve me raketa iraniane. Dhuna e kolonëve izraelit ndaj palestinezëve është shtuar ndjeshëm që nga 7 tetori 2023. Vetëm në vitin 2024, OCHA regjistroi 1400 raste të dhunës së kolonëve, numri më i lartë ndonjëherë. Sipas të dhënave të OKB-s, 12% e 4700 palestinezëve zhvendosur atë vit thanë se u dëbuan nga dhuna e kolonëve. Shumë prej tyre janë komunitete rurale që kanë jetuar për shekuj në zonat përreth qyteteve palestineze. Të tjerë janë dëbuar pas 1700 prishjeve të ndërtesave palestineze në vitin 2024 për të hapur rrugë vendbanimeve, gjithashtu shifra rekord. Në vitin 2025, sulmet nuk janë ndalur. Mbi 1000 raste dhune dhe 1395 prishje ndërtesash janë regjistruar deri tani. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka shprehur shpesh mbështetje për zgjerimin e vendbanimeve. Më 11 shtator, ai tha: "Nuk do të ketë shtet palestinez. Kjo tokë na përket neve." Vullneti politik në Izrael për ta realizuar këtë vizion është rritur ndjeshëm që prej tetorit 2023. Në korrik, Kneseti miratoi një mocion jo detyrues për aneksimin e bregut perëndimor me mbështetje dypartijake. Në gusht, qeveria izraelite miratoi planin e vendbanimit E1, një projekt i vjetër për ndërtimin e 3400 njësive banimi që lidh Jerusalemin lindor me vendbanimet ekzistuese në Ma'ale Adumim. Ky plan shkel të drejtën ndërkombëtare dhe do të nxjisë më tej grabitje të tokës, prishje dhe vendbanimet e reja. Më 13 gusht, ministri i ekstremit të djathtë Bezalel Smotrich tha: "Miratimi i ndërtimit në E1 varros idenë e shtetit palestinez dhe vazhdon hapat tan drejt sovranitetit de facto." Më 30 gusht, ai propozoi përthithjen e 82% të bregut perëndimor në Izrael. Vetëm qytetet palestineze si Xhenin, Nablus dhe Ramallah do të mbeteshin jashtë kontrollit të plot izraelit. Ai shtoi se autoriteti palestinez do të shpërbëhej jo me slogane, por me veprime. Në gusht 2025, Netanyahu tha se identifikohet shumë me vizionin e Izraelit të madh, që përfshin Palestinën dhe pjesë të Jordanisë, Sirisë, Libanit dhe Egjiptit.